Atëre, Bleona, përse është arrestuar roja e shoqërisë fizike për këtë ngjarje? Çfarë lidh ato me vjedhjen e kësaj banke? Fabiola, të përshëndes, policia e Tiranës ka vënë në pranga rojën e bankës së nivelit të dytë pikërisht OTP Bank, që u grabit ditën e djeshme pranë stadiumit Selman Stërmasi nga një person ende i pa identifikuar nga policia. Sipas veprimeve hetimore të kryera deri në këto momente, dyshohet se roja i bankës përkatësisht shtetasi Fehmi Çullhaj është larguar përkohësisht gjatë orarit të shërbimit dhe nuk ka marrë masat e nevojshme për sigurimin e ambienteve të brendshme të bankës. Thënë kjo, është bërë me lehtë hyrja e grabitësit brenda ambienteve të bankës, ndonse sipas informacioneve të deritanishme nuk ka patur në fakt edhe sinjalizim nga detektori i bankës lidhur me armën e dyshuar që autori ende i pa identifikuar ka mbajtur me vete. Kjo është arsyeja që ka rënë në pranga ditën e sotme roja i bankës, ndërkohë kujtojmë që ditën e djeshme ende i pa identifikuar autori është futur brenda ambienteve të bankës i maskuar, duke mbajtur një armë në dukje dhe në kërcënimin e armës ka arritur që të marrë një shumë prej 1.5 milion lek nga një klient i cili do t'i depozitonte brenda bankës këtë shumë parash. E për autorin e grabitjes, çfarë është zbuluar? Ende deri në këto momente, pavarësisht se policia avion hetimet ka sekuestruar kamerat e sigurisë, është personi i cili ka kryer grabitjen është i pa identifikuar për vetë faktin se ka qenë i maskuar. Kujtojmë që ky fundit u largua nga vendi i ngjarjes me një skuter elektrik. Deri në këto momente, sipas analizimit të kamerave të sigurisë, dyshohet të jetë larguar drejt zonës së ish-bllokut. Këto janë të vetmet të dhëna që grupi hetimor ka lidhur me autorin e grabitjes, ndonse mbetet ende i pa identifikuar nga policia. E kuptoj, mirë, ishim me kolegin Bleona Prengza në këtë raportim të drejt për drejt. Vëmë më tej.